na nuk e ndryshojmë qëndrimin. Blokada është e qëllimshme. Albulena Haxhiu është gruaja më e votuar. Vota kundër është ajo që e bllokon një proces. Konstatoj se në salën e të pranishëm 111 deputet. Ftoj faqësuesin e lëvizjes me vendosje që ta propozoj kandidatin për kryetare. Nderuar kryesues, nderuar kolegë deputet, me sërish e bëjmë propozimin e njëjtë, pra ndryshimin i vetëm është Albulena Haxhiu për kryetare të Kuvendit të Republikës Kosovës. I kërkojmë kuptimin e jurit që i kontribuoni shpëtimin të kësaj situate në cilën kemi mbetur, ashtu që mund të kalojmë propoza të tjera dhe të zgjedhjes së kryetare të Kuvendit të Republikës Kosovës. Kush është? Për? Kush është kundër? Kush abstenon? Sërish kemi rezultatin për 57 vota, 27 janë kundër, kemi edhe 3 abstenime. Në bazë të kësaj kandidatja nuk kuptohet dhe detyrohemi ta ndërpresim seancën. Në 27 prill, sërish në ora 10, shihemi përsëri. Une jam mbrapa qëndrimit i cili kemi marrë nisë parti. Do më thënë në emër e partisë teme, në emër e njerëzve cili kanë votu për neve, na nuk e ndryshojmë qëndrimin. Jo, unë njëherë kam thonë edhe na e me mbrapa qëndrimin. Nuk e di çfarë ministria, këto ka qenë veç propozim, masën e nuk kemi pas asnjë takim, asnjë thirrje për anën e. Unë veç kam problem në mënyra e trajtimit, do më thënë një deputet e bosnjakëve në koha cili ka qenë edhe në qeveria Kurti 1, edhe 2, edhe në koha e kampanjas, edhe tash në koha pas kampanjas. Besoj se është e qartë për secilin që blokada është e qëllimshme dhe po vjen nga ana e lëvizjes vetë vendosje si partia e parë cilës i takon që ta propozoj kryetarin e Kuvendit. Kjo vërtet është tashmë komplet e pa kuptim, është e turpshme që për teke të një personi, të një kandidatit, një deputeteje, me mbet peng shtetit. Kjo është peng marrje e shtetit Kosovës për tekat e një partije dhe të një njeriu e të një kandidateje. Albin Kurti, s'mundet me qenë kryeministri i ardhshëm i Kosovës, është duke mbajt peng edhe Kuvendin, edhe institucionet, edhe shtetin tonë dhe popullin tonë. Kjo vërtet është e papranueshme. Sigur të kishte vërtet qëllim me u zhblloku situata, me kriju institucionet, Albin Kurti e kishte tejkalu këtë problem, po dënë qëllimshëm e majt blokadën. Dhe kjo blokadë vërtet duhet me marrë fund, sepse duke majt blokadën, është duke pengu marrjen me temat që na takojnë, marrjen me temat që interesojnë qytetarëve. Hapin e parë e ka personalisht Albin Kurti si kryetar i vetëvendosjes që i takon me e propozu kandidatin. Dhe ai duhet me ndru këtë kandidat, që 5 herë provon nuk i ka votat. Nuk i ka votat as për qeveri. Sigur të kishte votat për qeveri, kishte pas votat edhe për kryetar Kuvendit. Me qenë se nuk i ka, ai dështimin e tij personal, që s'mundet më bëj kryeministër, po dëshiron me elon si pjesë të kësaj blokade. Jo më nëse s'dolëm për kësaj situatë, na zgjedhut me majt në maja në qershor. Nuk mund me elon vendin peng të tekeve të Albin Kurtit të Albulena Haxhiu. Kjo është e tmerrshme çka është ndodhur vendit. Që to përfaqësojnë qytetarët e Kosovës në çet sallë. Këtë sallë kanë marrë peng lëvizjave të vendosje dhe këta duhet me liru sallën për me përfaqësu interesin e qytetarëve për çka jemi votu këtu. Pra, mos me thonë, na e kem Albulena Haxhiun ma të rëndësishme se 966.000 vota që kanë dhënë qytetarët e Kosovës. Kjo është e tmerrshme, më thon drejtën. Një person po del që për vetëvendosjen është më i rëndësishëm se verdikti i 966.000 qytetarëve të vendit tonë. Albulena Haxhiu është gruaja më e votuar në zgjedhjet e fundit. Pra, ka çdo të drejtë dhe është larg mendsh të thuhet që nuk plotson kritere apo nuk plotson kushte. Realisht kushtin për çfarë do pozite brenda Kuvendit sipas kushtetutës e plotson kushdo që është deputet. Pra, ky është kushti minimal. Po ne kemi shkuar edhe më tutje, pra kemi propozuar gruan më të votuar në zgjedhjet e fundit.
E po besoj kjo flet edhe për atë se si lëvizje vetëvendosje, pra jemi të përkushtuar që kuvendit t'ia japim një kryetare grua. Nuk është qëllimi jonë të shkojmë zgjedhje, ai do të ishte opsioni i fundit për neve, nëse në fund të ditës megjithatë kuvendi, deputetët e zgjedhur, përfaqësues të popullit refuzojnë të konstituojnë kuvendin, atëherë opsioni i fundit mbetet ai. Po ne nuk jemi të interesuar për atë opsion. Siç e kam thënë edhe më herët, opozita nëse kërkon kandidat tjetër, ajo nuk është zhbllokimi i situatës. Ajo është vetëm kalimi në blokadën e radhës pastaj. Synimi dhe dëshira jonë si fitues të zgjedhjeve do të kishte qenë që kuvendi të konstituohej, pra kryesia e kuvendit të votohej me datën 15 prill, qysh në ditën e parë. Por e keni pa, ne nuk kemi qenë bllokuesit. Për të zhbllokuar procesin, duhet të lëviz ai që ka bllokuar procesin. Në asnjë rast ose në asnjë instancë, në votimet në kuvend, në gjitha legislaturat e devitashme, vota për nuk është vot bllokuese. Vota kundër është ajo që e bllokon një proces, ose abstenimi ose mos marrja pjesë në fare në procesin e votimit, siç po e shohim këtu në kuvend. Do të thotë ne në asnjë moment nuk jemi për të bllokuar formimin e institucioneve, formimin e organeve të kuvendit e natyrisht edhe fillimin e rrjedhjes së afatit. Për zonjën Albulena Haxhiu, po voton përveç se grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje, gjithashtu edhe të gjitha partitë me pak përjashtime të komuniteteve tjera jo shumicë. 2 nga komuniteti turk, 2 nga komuniteti bosnjak, 2 nga komuniteti egjiptian, e gjithashtu 1 nga komuniteti rom, 1 nga komuniteti ashkali. Dhe ato çfarë ne po e shohim, që po prezantohet këtu para jush, është që të 3 partitë tjera, të cilat po e kundërshtojnë, dhe një tjetër e cila është ndarë, përkundër që kanë marrë pjesë bashkë në procesin zgjedhor, po abstenojnë, duke tregu se kjo situatë është e papranueshme, se ne jemi bllokuar. Ne po tregojmë se kandidatja jonë është zonja Albulena Haxhiu dhe ajo duhet të votohet me 61 vota, njëjtë sikurse edhe 2 parti tjera opozitare duhet të tregojnë kush janë kandidatët e tyre për nënkryetar të kuvendit dhe ata duhet votohen në pako me nënkryetarin e kuvendit që duhet të jetë nga gjinia tjetër, nga grupi ynë parlamentar, që duhet të votohen me 61 vota. Dhe ajo është e garantuar në rast se ata votojnë për zonjën Albulena Haxhiu. Besoj që ka mjaftueshëm kohë për të tregu a i kemi apo nuk i kemi 61 vota, se ajo pastaj shkon komplet në marrëveshje e cila bëhet publike dhe dihet se si është kompozicioni i qeverisë në ardhje apo i pushtetit apo i qeverisë tjetër, do të thonë qeverisë së re. Është bë paksa e mundimshme të pritet ose të punohet me anë të letrave të cilat pastaj po refuzohen nga parti tjera për takime konsultative.